Përshëndetje miqtë e mi, sa po ktheva në një dalje live televizive, ku ishe i ftuar të flisja për kolesterolin. Kohë televizive fatkeqësisht janë të tilla që nuk na lejojnë të shpjegojmë gjërat me detaje ashtu siç unë do të dëshiroja. Ndaj po mundohem që të përmbledh një çik në këtë live ato që do të desha ti thoja. Miqtë mi, kam shkruar qindra herë për kolesterolin. Është gënjeshtra më e madhe në mënyrë absolute me pasoja të jashtëzakonshme në jetë njerëzish në tërë botën që sistemi shëndetësor ka bërë. Bazuar në të pavërteta, pa asnjë provë të vërtetë shkencore dhe asnjë të vërtetë reale. Kolesteroli është molekula thelbësore në organizëm. Kolesteroli është përbërësi kryesor i hormoneve testosteron, estrogen, kortizol, që janë hormonet më të rëndësishme në organizëm. Kolesteroli është pararendësi i tyre. Kolesteroli është edhe kryesori në perjen dhe sintetizimin e vitaminës D. Dhe tani, po i kuptojmë rëndësinë që ka vitamina D në sistemin imunitar apo edhe në shëndetin mental në tërësi. Kolesteroli është lënda një nga përbërësit kryesor të membranës qelizore, domethënë membranat qelizore janë me dy shtresa dhe janë shtresa lipidike, domethënë thjamore, 25% e kësaj shtresës thjamore është kolesterol. Ndërkohë, lengu bilar, i cili bën zbërthimin e yndyrave në organizëm, pa kolesterol nuk mund të bëhet. Domethënë, zbërthimi i yndyrave që ne marrim në ushqimi dhe në mënyrë të veçantë prodhimi i vitaminave të tërësishme në yndyrë, që janë vitaminat A, D, E dhe K. E të tjera, pa vitamina dhe me rëndësishme pastaj, mjalin shit që thuhet, mbështjellësja e fijeve nervore përbehet nga kolesteroli. Sëmundje të tilla si skleroza multiple për shembull, nuk ka asgjë tjetër vetëm dëmtimi i shtresës mbrojtëse të mjalinës, e cila është punë e plastikës në telepërcjellës të energjisë. Dhe kur kjo dëmtohet, atëherë energjia shpërndahet ndërmjet e sinjalet dhe nuk funksionon organizmi, krijohen ato qarjet e shkurtra, po të krahasojmë me energjinë. Pra edhe mjalina, mbështjellësa mbrojtëse e tij është kolesterol. Edhe sa funksione të tjera në organizëm kryen kolesterolin. Pra nuk ka kuptim jetë dhe shëndet në organizëm pa kolesterol. Tani, çfarë ka ndodhur me kolesterolin? Deri në vitet 80, kolesteroli nuk ishte kufizime. Domethënë, kolesteroli quhej i shëndetshëm dhe vlerat mbi 300 ishin vlera normale të kolesterolit total. Ndërkohë që të shqetësoheshin për shëndetin, duhej që të ishin vlerat e kolesterolit shumë herë më shumë se 300. Në vitin 1987 u prodhua për parë në Amerikë statina, medikamenti i targetuar për kolesterolin. Dhe po në këtë vit në Amerikë u shpall një program i quajtur National Cholesterol Education Program, domethënë programi i edukimit të popullsisë për kolesterolin. Dhe në bazë të këtij programi, menjëherë u futën në mjekim 10 milion amerikanë. Pra brenda natës u sumorën 10 milion amerikanë. E rastishme është që në të njëjtën kohë që prodhohet ilaçi, në të njëjtën kohë nis edhe një program për edukimin e popullsisë si të marrin këtë ilaç. Nuk është fare rastishme, është e targetuar, është e miruar dhe është e orientuar për këtë punë. Ndërkohë,
Mbas në vitin 1994 u bë edhe programi i dytë i edukimit mbi kolesterol. Dhe programi i dytë i kolesterolit çfarë bën? Ulën vlerat nga 300 në 230, pra u konsiderua vlera totale 200-230 që lidhen me rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Pra zbriti që nga programi i parë u quajtë rrezikshme vlerat mbi 200, ndërkohë në programin e dytë pastaj u fokusuan tek kolesteroli ashtu quajtur i keq, LDL. Dhe kërkuan që vlerat mbi 160 të LDL-s të quhen të rrezikshme për sëmundjet kardiovaskulare. Mbas programit të dytë, pastaj doli dhe programi i tretë në vitin 2001. I njëjti program, ndërkohë që u quajtën ul niveli i kolesterolit nga 130 që është në 100-130. Pra 100-130 LDL-ja u quajt e rrezikshme për sëmundjet kardiovaskulare. Do me thënë, kufiri sipër duhet ishte 130. Ndërkohë, u futën 40 milion amerikanë në mjekim. Flasin për miliona dollar fitime. Sa herë që bëhej një program i ri, dikej program i ri për edukimin për kolesterolin, çoheshin pra fitimet me shumë fish. Pse ndodh kjo? Në vitin 2004, American Journal Association, Medical Association, JAMA, do me thënë shoqata e gazetarëve mjekësor amerikan bëri një investigim. Dhe çfarë nxori? 8 nga 9 antarët e komisionit që bën programin numër 3 të edukimit për kolesterolin kishin lidhje direkt me prodhuesit dhe shitësit e medikamenteve që lidheshin me kolesterolin. Besoj më dëgjuat saktësisht. 8 nga 9 antarët e komisionit kishin konflikt të pastër interesi. Do me thënë, ishin fitues të vërtet të këtij programi. Kuptohet tani se pse u ulën vlerat e kolesterolit. Thjesht dhe vetëm një industri miliona dollar. Që të kemi një ide, në Kongresin Amerikan janë 535 kongresmen. Dhe rreth tyre vijnë vërdall hienat e lobistëve. Por nuk është një apo dy. Vetëm lobist të Big Pharmës janë 1860. Pra 3.4 lobist për një kongresmen. A kuptoni çfarë bëhet? Edhe kjo është e ligjshme. Ndërkohë, e gjitha kjo bëhet për fitim, dhe fitimi këtu është në kurrizin tonë, pra është ndeti i njerëzve. Ky është historia e vërtet se pse e kanë targetuar kolesterolin si armik. Kolesteroli nuk është armiku ynë, nuk ka shanse që trupi ynë në mënyrën fiziologjike të tij të funksionuari të prodhojë një substancë që është e rrezikshme. Absolutisht ja. Është vital. Tani, si është e vërteta shkencore e kolesterolit? Kolesteroli nuk është i keq. Tek LDL-ja që quhet, jashtë quhet kolesterol i keq. Ka disa lloje. Është VLDL, very little density lipoprotein, është IDL, intermittent density lipoprotein, ndërkohë është edhe LDL. Në fillim, nga ushqimet që dalin, që ne konsumojmë, nga mëlçia prodhohen ato që quhen kilomikrones.
nga kilomikronës, kalon të VDL, nga VDL, në IDL, nga IDL, në LDL. Dhe të gjitha këto pastaj nuk kanë bëjmë fare me kolesterol. Në rast se mund të ketë një rrezik të mundshëm nga kolesteroli, bëhet fjalë vetëm për grimca molekula pra të kolesterolit që janë pjesë e low density lipoprotein, LDL-s, të cilat janë të dëmtuar. Po nga se dëmtohen? Kolesteroli, ndërmjet e tjera, ka funksione riparuese në organizëm. Pra përveç se transporton ushqim në qelizë inde dhe në organe, bën dhe riparimin e dëmtimeve të ndryshme që mund të kemi në rrugët arteriale. Dhe këtu është problemi real. Sepse një nga të këqijat që ka bërë mjekësia me targetimin e kolesterolit është sepse ka hequr vëmendjen reale nga problemi. Problemi pra real i cili shkakton sëmundjet, rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, të cilat janë rezistenca ndaj insulinës, stresi oksidativ dhe që lidhe pastaj me dëmtimin e rrugëve arteriale, edhe të gjitha këto janë pjesë të sëmundjeve metabolike. Pra, janë sëmundjet, hyn të sëmundjet metabolike, të cilat shkaktohen nga ushqimi i gabuar që ne marrim. Dhe në themel vet janë ushqimi i keq, lëvizshmëria të cilën nuk e kryejm dhe pastaj humbja e kontakteve me natyrën. Do me thënë, në themel të vet është jeta jo natyrale që ne bëjmë. Pra, rezistenca ndaj insulinës është baza. Dhe gjitha kjo nuk shkaktohet nga kolesteroli i ulët. Megjithatë, duhet që të bëjmë kujdes të mos marrim ilaçe, sidomos statinat. Sepse statina nuk ka të bëjë fare me sëmundjet metabolike. Statina vepron në organizëm në uljen e nivelit të kolesterolit në tërësi. Që do të thotë, nuk merret fare me qelizat e dëmtuara të kolesterolit keq, sepse vepron tek receptorët e përthithjes së kolesterolit në mëlçi. Receptorët e përthithjes së kolesterolit në mëlçi përthithin vetëm kolesterolin që njohim, pra grimcat e rregullta të rrumullakta të mëdha. Problemi në rast se mund të jetë tek kolesteroli i ulët bëhet fjalë për LDL të dëmtuar, të cilat tek analizat që ne bëjmë mund të identifikohen me vlerat e madhësisë së grimcave, të cilët do të jenë 20.5 nanometër në madhësi. Edhe kjo pastaj nuk mjafton. Tek analizat që duhet bëjmë, duhet shikojmë edhe sasin në tërësi të këtyre grimcave, dhe këto molekula pastaj nuk duhet të bëjmë problem në rast se janë poshtë 20% të grimcave totale. Pra në 20% duhet të jenë 20.5 nanometër e para. Tjetra pastaj, nuk është problem, e thamë, kolesteroli, por problem janë trigliceridet. Dhe këtu pastaj na duhet që të interpretojmë analizat që ne kryejmë. Ka disa teste dhe kombinime për të kuptuar rrezikun për sëmundjet kardiovaskulare. E para, jo shumë e saktë, por që është indikator, është raportet e kolesterolit në tërësi pjesëtuar me kolesterolin e mirë, me HDL-n. Para kolesterol total e pjesëtuar me HDL-n. Dhe këtu duhet kemi parasysh që duhet jetë nën 3. Jo sa thot mjekësia, por nën 3.
Është që treguam që nuk kemi rrezik për sëmundjet kardiovaskulare. Tjetër, është raportet e triglicerideve me kolesterolin e mirë, HDL. Do me thënë, pjesëtohet trigliceridet me HDL. Nuk duhet jetë vlera më shumë se 2. Nën 2 është normale, por që mbi 2, atëre kemi rrezik të shtuar për sëmundjet kardiovaskulare. Një tjetër tregues është HCCRP. Do me thënë, sensitiviteti i lartë e si protein që quhet, që janë antitrupet në organizmin tonë. Nuk duhet jetë 3, saq mjekësia thotë se kemi ngarkesa, por duhet jetë nën 1. Pra nëse kemi këta lloj proteine në organizëm, atëherë kemi rrezik të shtuar për sëmundjet kardiovaskulare. Ndërkohë, pastaj gjithmonë duhet mbajtur parasysh niveli i lartë i triglicerideve është rrezik i shtuar i sëmundjeve kardiovaskulare, sepse ato janë dhe rreziku real. Ato shkaktojnë ose tregojnë që shëndeti metabolik nuk është i mirë. Dhe në mënyrë pastaj absolute, treguesi, kemi dhe i tregues tjetër që është proteina e glukozuar. Proteina e glukozuar, HbA1c, që bëhet tek analizat, duhet të kemi parasysh që vlerat duhet jenë nga 4.8 deri në 5.3. Edhe jo 7, sa shtot mjekësia. Çdo vlerë mbi 5.3 tregon rrezike të shtuara të sëmundjeve kardiovaskulare. Ndërkohë, pastaj më i sakti, më i miri është analiza e insulinës S. Pra, analiza e hormonit të insulinës S. Por jo mbi 17 rezultati siç thot mjekësia, por duhet jetë në kufit nga 2 deri në 5. Çdo vlerë mbi 5 tregon rrezik të shtuar të sëmundjeve kardiovaskulare. Pra, interpretoni këto analiza që të parandalojnë sëmundjet kardiovaskulare, edhe jo kolesterolin. Statistikat e vërteta shkencore tregojnë se vdekshmëria e lartë lidhet me nivelet e ulta të kolesterolit, jo me nivelet e larta të kolesterolit. Një studim ndërmjet shumë studimeve të tjera, shumë serioz në Korenë e Jugut, i cili u krye mbi të gjithë popullsinë e Koresë së Jugut për 10 vjet, në prodhoi nxori se vdekshmëria e njerëzve mbi 65 vjeç, 50% e tyre ishin nga sëmundje kardiovaskulare, kuptohet, ata që kishin vlerat e ulta të kolesterolit, pra nën 200. A më kuptoni? Do me thënë, 50% e të vdekurit, mbi këtë mosh, mbi 65 vjeçar, lidhej me nivelet e ulta të kolesterolit, pra nga zemra. Ja që s'është kolesteroli shkaku i vdekshmërisë nga zemra. Është një studim tjetër pastaj shumë serioz i japonezëve, i cili lidhesh me jetëgjatësinë. Personat me jetëgjatësinë më të madhe në Japoni kishin dy gjëra të përbashkëta. Kolesterolin e lartë, pra mbi 220, 260 në total, dhe sheqerin e ulët në organizëm. Ju lutem, hapeni mendjen. Mos dëgjoni mjekësinë, për arsye se i kanë orientuar gabim. Mos merrni medikamentet statin për arsye se nuk bën asnjë gjë pozitive përveç se dëmtimin e organive kryesore të njeriut, sepse vepron
në nivel qelizor, duke penguar prodhimin e energjisë kryesore që është në organizëm që quhet ATP. Frenon konzimin që dhjetë në gjitha organet. Në kësë energjisë pasaj të pëson organet e do të pasaj të pëson trupin dhe trupi pasaj do qëtoj. Pra rreziqet e sëmundjeve janë shumë herë më të larta duke përdorur statin dhe ndërkohë pastaj nuk ka lidhje fare me shkaqet reale të sëmundjeve kardiovaskulare, të cilat janë rezistenca ndaj insulinës, infeksioni kronik i nivelit ulët dhe stresi oksidativ. Që të gjitha këto nuk janë të medikueshme, po janë ndryshim të mënyrës së të ushqyerit dhe jetesës. Pra, edhe nëse është një rrezik i ulët nga kolesteroli i ulët në LDL, edhe këtë nuk ndikon fare statina për ta ulur, por përkundazi e shton. Sepse çfarë thash? Receptorët thithin vetëm kolesterolin e padëmtuar. Dhe duke thithur kolesterolin e padëmtuar, rrisin densitetin e kolesterolit të dëmtuar. Sepse ai dëmtuar vazhdon të qarkullojë në qak. Edhe duke ulur sasinë totale të kolesterolit, qohet dhe densiteti pastaj, domethënë përqindja e kolesterolit të dëmtuar, që në vetvete pastaj është pjesë e sëmundjeve kardiovaskulare. Dhe kjo edhe njëherë shkon për të riparuar temet në rrugët e qarkullimit gjakut. Para vete dhe ngec tek gropsat e formore të shtresat endofilja të qarkullimit gjakut. Aty pastaj shkojnë pjesë të sistemit tonë imunitar që janë makrofagjes. Këto makrofagjes pastaj vënë edhe kapërdijnë, kafshojnë, mbërthejnë krimcat e dëmtuara, duke krijuar pastaj edhe disa qelisa që quhen fomin, domethënë tip shkume, dhe këto janë baza e parë pastaj për formimin e pllakave në rrugët e qarkullimit të gjakut. Edhe njëherë, zgjidhja është ushqim cilësor, lëvizje, përqafim të natyrës, dhe i kemi zgjidhur problemet. Pra mënyra natyrale e të ushqyerit dhe të jetesës. Mos merrni medikamente, sepse asgjë tjetër nuk bëni, vetëm përkeqësoni shëndetin tuaj pa zhdukur rreziqet reale të disbalancave, do të thoshja unë, të yndyrave në organizëm. Edhe shumë gjëra të tjera do të thoshja, por është e pamundur. Tek ushqimet keni parasysh, ushqimet e përpunuara dhe në mënyrë të veçantë pastaj vajrat e supermarketit, sepse vajrat e supermarketit kanë edhe një lloj substance që quhet fitosteroid. Domethënë që është fitosterol, që është kolesteroli i bimëve. Dhe ky pastaj në dëmtimin e shtresave të brendshme të rrugëve të qarkullimit të gjakut luan një rol kryesor. Miq të mi, nuk e di se sa ja dola që ti të shpjegoj një shik arsyeën e vërtetë pse na kanë orientuar tek statinat, dhe nuk e di nëse munda t'ju përcjell tek ju shkakun e vërtet të problemeve kardiake, e cila nuk është në asnjë mënyrë kolesteroli. Përkundrazi, kolesteroli ulët arrit rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe rrit rrezikun për vdekshmëri të hershme. Ju përshëndes dhe merrni, ju lutem, jetën në duart tuaja. Me shumë dije, shëndet absolutisht më të mirë.